gjithë shikues në emisionin e Andar me mua Guxon Shalin. Jam në kantonin Argao në Curca. Këtu ku gjindem pikërisht është një shqiptar jashtëzakonisht i suksesshëm. Përveç me biznesin e tij, ai pashtu bë bamirësi shumë. Edhe Arlini kur kthehet me kamerë, këtu kemi vetura, domethënë vetura të shumta. Edhe pikërisht e kam Berotin. Përshëndetje Guxon, ç'është kam? Ç'është kam, ai mirë? Guxon e pas çepru edhe diellin prej Kosovës, që nxet këtë vapa. Atë kesh marrë malli për shqitor? Shumë, gjithmonë. Unë jam i kënaqur edhe i lumtur që je në mesin tonë edhe faleminderit shumë për vizitën. Unë çdo herë që mi ke hap dyert, falenderoj ty. Jo vetëm në emision, po jashtë emisionit, kam mik të mirë. Faleminderit shumë që ke qenë gjithmonë për krahas edhe jemi edhe çdo shqiptari. Absolut, jo vetëm ty, por çdo shqiptar është i mirë se ardhur, edhe mirë se vini në shtëpinë e madhe të muja të centër. Që ta kom përgoda Shqiponje, për zëra. Një Shqiponje do të me po, një Shqiponje. Mirë se ki ardhin të rrë. Njerëzit njohin realisht veshun mirë. Çka bën Berat këtu ti? A veç rrin, a i drejton njerëzit? Po ndëgjon, normal sikur sot që shumë vesh, nuk vesh na kështu, po e di që ki dosh mua po këtë surprizë, thashtë apo edhe një surprizë edhe pak dukëm pak ma mirë. Ma serios, se kështu në fakt unë jam një person shumë i thjesht, e kemi biznesin familjar që 2011 dhe këtu që shpi shef, bëjmë me shqit bleret kerëv dhe i bëjmë plumë të mishtërit. Për këto e di, e këtë pjesë e di, apo futmi në brenda ta shoh pak a shumë çka bë Berati, në zyre, në punë, domon. Kisha thonë me i mrenda, se aty e kemi begi si flad, e këto që kjo vapo do më thonë, këto përna hupe edhe përna hupe dhe zonë. Unë si u futa këtu Berat, u kolla, domon u kolla mas bori që i poshk veturat. E lema me djel. Po shame ba ki pru djelin, plus edhe njerë edhe veturat, ta shenë bo pak si te, por çfarë do vetura gjim? Kërkojmë djesë, kërkojmë djesë. Çfarë do vetura gjim tek auto center muja, po? Guxon, veturat i kemi përgjithsi, kemi gjitha llojet, sidomos jemi të fokusuar në market gjermane, në modelet gjermane, kështu që ti gjermani nuk hekmi. Jo, nuk hekmi do. Nuk i ki, po, mirë se vjen, këto është hyrja. Berat, faleminderit. Edhe prania që... Hello, herzlich willkommen bei Muja Auto Center. A me pas ditë që po thot, bakshish gjuj. A si kuptove që tha? Po mdoket që kur ka honë mirë se vjen në vendin më të bukur. Jo, ka me ke kuptu. Ajo? Po tha, a jarë me brin një kerë. Ja. Po e këshirë me ne qësh po zhvillohet edhe biseta, ata në matutje, nuk mujnë me të garantu që s'mund me do pa kerë. Nuk mujnë me të garantu, po mirë se kjo. Veç uroj me kone e kerë, po ki kerë ati ki. Si qeth. Këtë Guxon këtë është zyra ime personale, ku bëhet fakt edhe pranimi i klientëve, shitblerja klientëve, ku këtu i këshillojmë edhe për shitblerje, për gjithë çka që ka nevojë. Dhe në fond duke shpresu që... Që po, a ko për atyve që nuk në shkrujnë? Vetëm me dëshira dhe vullnet, kuptohet, me dëshira dhe me vullnet. Këtu zakonisht i bojmë klientë edhe të lumtur, kështu që është një vend edhe një ambient shumë i mirë, i ngrohtë, edhe për mua shumë e rëndësi që klienti kur vjen këtu, nihet sikur shtëpia e vet. Nëse nuk nihet si shtëpia e vet, kemi siç e patë edhe jo, kafen e mirë, espreson e mirë, në rregull mirë. Gjithë shka, një kontakt i mirë me pas derën gjithmonë qelë, mirë po, këtë është për mu neve shumë e rëndësi, kur të vjen të familja muj që me një vetën vërtet si një antar familjar. Unë e di, realisht sa kam informacione shikus dashur, të familja muj, sa herë të vjen pa dol me diçka, se le. Tash, që shtash edhe marrët, të gjithë janë të mirë se ardhur, nuk muj me garantu që del prapë në kom. Besoj që mund me dodë që edhe mund me dole me një kertë mirë. Vjen me 0 euro, del me nisimi. Sigurisht, vetëm nëse e dëshiron edhe ti. Po, normal. Se dëshiron, kuptohet. Absolut. Këto i e që ullësht ti, kemi domon edhe online, që ta dinë edhe njerëzit. Po menoj, për shkak se nuk është veç me orë këto edhe me këshyr, po mund është edhe me shiku tek foqa. Po, Guxon këtu i kemi shumë nicën e makinave që i prezentojmë, i kemi edhe online.
mund me ndodhë që ndonjë makinë nuk është edhe dënken, nuk është online për shkak të para përgatitjes që bëhet kur nëse na vjen një kamion për shembull, atë bëhet para përgatitjes, ka një procedurë, është një procedurë 1 deri në 2 javë, derisa këshyren kerret, kontrollohen që vërtet që kur dalin treg edhe në shitje, më kanë pa asnjë defekt apo pa asnjë gabim, nuk guzon me pas. Ajo do të më kanë kualiteti dhe cilësia shumë e lartë. Këtu bëhet prezantimi edhe bisedat me klient, I kemi edhe online që për shembull nëse kanë pyetje me bon, diçka pyetje, I kemi online, I kanë gjitha opcionet online që mund të aplikojnë për shembull në qoftë se edhe dëshiron dikush përmes leasingit a financimit, e ka që mund ta bën kërkesën direkt, aplikimin direkt në online, është shumë punë, brenda 2-3 minuta mund ta kryjnë procedurën, mund të na kontakton direkt përmes WhatsAppit, plus çka është me rëndësie kanë edhe dikitronin që mund ta llogarisin edhe këstër mujore. Kjo është shumë një S'përmash, a ma bën një të mirë, t'ja shpjegojmë pak ma mirë shikuesve. Po du me ble një kerr. Po, apo ndryshe në gjuhën letrare si themi ne, veturë. Një veturë apo si një makinë. Një makinë. Po. Që t'jemi ma të qartë, domthon zgjedh ma një kerr 100.000. Po supozojmë, nuk po shkojmë ndoshta me një, po shkojmë diku një mesatare, një kerr modest, familjar, që të shërben për ty edhe për dëshmëri edhe për familjen tuaj për shembull, që po supozojmë te ky Tiguani. Te ky Tiguani është e klikojmë në këto dhe të gjitha opsionet I sheh këto. Sidomos I sheh edhe fotografitë, I sheh fotografitë gjitha të ki që nuk ka diçka që më shefet këto, po këto jemi folmi me karta qelë, që klientit më avon atë mundësinë me po çka po merr. Me këshyll dhe çka po merr, po. Mandej e ka mundësi për shembull këtu e kemi një digitron që është për leasing llogaritmën, nëse klienti thotë unë dëshiroj me dhon 5000 franka në fillim, e bën llogarinë kurse del kësta mujore del për shembull 400 franka. Nëse është I pajtimit, atëherë klikon te formulari I aplikimit për leasing, I plotson këto të gjitha personalet, emrin, punën se ku po, edhe e klikon. Edhe e blen kerrin me 400 orë. Mrena 24 orëve e bëjmë klientin të kënaqur dhe të lumtur. Domthon klienti me 400 euro në muaj, franga, bëhet me makinë. Me 410 franga në muaj bëhet me makinë që e shijon krejt rrugët e Evropës. Kjo është e bukur. Pra shikues dashur, shumë thjesht, je në shtëpi tonajt, shikon vetura prej shtëpisë, e merr veturën edhe këta ta bojnë gati shumë veç. Si me telefon, si me kompjuter është gjithçka kompatibël, domethënë është I punum se ne kemi investuar në faqet tonë shumë jemi edhe të orientuar digital, shumë jemi digital. Kjo ka ardhur prej pandemisë, kur ka qenë pandemia që nuk e kemi pas mundësinë të shërbejmë personal klient, u dosh diçka me mendu në këtë formë dhe prej aty kemi hi shumë në digital, kështu që vërtet aplikojnë 80% prej klientëve aplikojnë online, ndoshta edhe pa e pa kerrin asnjëherë hiç. Po. Kjo është e mirë se besimi. Çka do të besosh te familja muj? Kjo neve na jep një ndjenjë shumë të mirë dhe jemi krenar me këtë që I kemi vërtet klient besueshëm dhe që zakonisht të ne na përkrajnë këtë aspekt dhe na japin këtë vlerësim. Edhe shqiptar, domethënë përveç shqiptar që keni shumë, keni edhe shqiptar. Zoti mos na lodh për shqiptar. Shqiptarët janë number 1 sa I përket klientelës tonë. Berat, domethënë veç ti me të qartë ku do në për Evropë. Absolut. Domethënë nuk është veç në këtë pjesë regjion për shembull Zvicër, Gjermani, po ku do. Është dikush në Francë ose nuk ka problem. Në Kroaci, para 2 javë kemi shit edhe në Greqi. Greqi. Po, kemi shit një kerr shumë u kon specifik, një Audi RS6, u kon I limituar. Edhe ai ka ardhur enkas prej domethënë prej Greqisë me këshirën edhe kemi bërë gjitha procedurat për me regjistru deri në Greqi. Kjo është e bukur. Domethënë gjerman, nuk keni ne keni. Jo, edhe nuk besoj që nuk do. Pse s'bonon me as nuk di, na e kemi klientelën të cilët I dëshirojnë edhe I kërkojnë këto kerre. Kerre sidomos markat dhe modelet gjermane. Kështu që na ofrojmë cilësi, kualitet, edhe besojmë që në me makinat apo me kerret gjerman I shërbejmë edhe klientët tonë.
Pra shikus dashur, unë pjo la me një mini reklam të biznisit, të mujt center do mon, muj auto center, se ka për Andrej, këto fjallë, po më rëndësi jemi këto. Një reklam të vogël, edhe pas taj këthemi me një biset, me Beratin, po me një biset pak ma ndryshe, do mon, kur, qysh, prej fillimit, çka ka ndodhur me pjesën, çush e ka hap, është interesant për shkak se ka fillu këtë hapësirë që ne duke pa, dikur e ka fillu vetëm me një makinë, ato në shtëpi. Ashtu është. Edhe kjo besoj që prej fillimit deri këtë moment kam ja tregu dhe spjegu dhe shikuesve tonë se cilat ja kanë sfidat e tona, cilat ja kanë problemet janë ato që nuk zgjidhen mirë, po çdo sfidë ka atë vetën dhe çdo sfidë ka zgjidhje, kur ka zgjidhje nuk është problem. Ëndra e çdo shqiptari është ta ndjek ato që e dëm, kështu që edhe ky e ka ndjek ato edhe ja ku është. Apo shkojmë diku tjetër? Po, shkojmë kemi edhe pak edhe diçka disa vende. Ti shikojmë. Po, shkojmë këtu. Berat, tash jemi te showroomi. Po. Këtu është një showroom dhe këtë bëhet zakonisht dalja. Po fal që po ndërprej. Shikues dashur 078 790 28 prej fillimit. Ky numër prej fillimit. Kështu që pe dini. Këto është një pjesë e kerrë që i ekspozojmë këto, i lajmë për këtë showroomi dhe zakonisht bëhet kur shitet kerri, bëhet këto dalja me prezantim gjigante, kemi me dovakun, që mbolojnë... Sikur çkanuse, a? Po, sikur çkanuse, kemi me muzika, domethënë që bëhet fenomenal, se mendoj që kerri ka edhe të bëjë me emocione. Kështu nuk është që çdo ditë blen njëri kerr, kur e blen e ka emocionin e vet dhe lidhet, një farë me lidhet edhe me kerr, se ka rrugtim që bën të gate, është çdo ditë me në kerre, besoj edhe mendoj që është një emocion shumë i mirë dhe që mi mirë si kujtim i bëjmë këto për klientët e tonë. Tregom kush i gjun ujë. A ke pasi nusët kur shkojnë që gjujnë ujë në fund? Qëre, ka njëherë i mshojmë edhe pak, i mshojmë edhe kakepeke, apo të sikur më harë që kena bon. E sot bile, se na i kemi klientë, kemi shumë të mirë kuptueshëm. Janë besa klientë që i pojmë edhe hajgare me ta, po se jemi ashtu lidhme dhe ja opmi një djenë që vërtet mundis sikur që shtash më herët edhe sikur shpijin e vetë. Kështu që bojmë ka njerë argojnë, thonë bile, nëse se ke pas mundësirë, mja hek nusës dovakët, ja hek kerët sa dovakët. Kështu që nuk më i kalej, Berati tha, s'më është me kalu, do mon, a jam i rregull me bo një intervist me Beratin e jo? Po mas parë mirë se kjo ardhë, edhe je i rregullt me bo një intervist. Djali i Beratit, qësh është si bab Berati? Është një bab shumë i mirë, i plëcan krejt dëshirat edhe këto punon shumë mirë edhe më pëlqen më shumë si bab. A vanohesh në punë, a jo? Ja, kor, për jam fix terminin vi këto edhe për vi pak më herët sa ma vonë. Qa i kështë e thonë babit? Se unë e di që po dalë jashtë skenës, skenarit, qka i kështë e thonë babit? E kështë e falendëru? Po, mas pare e kështë falendëru, edhe i kështë thonë për kejtë falimderit që shumë ka mësu me punu me vëllaznia, me familja. Sa e bukur. Po prita mos pithu e qëtë mi bab një 100.000 euro më banë. Adin e pote edhe kamerën të live. Pra shikus dashur, këtë djali i vllaut në fakt Beratit, ky zakonisht ky apo shitet ndaj vetura jo? Po ball po shitet. Ç'është është me punu në biznes të familjes? Shumë mirë është.
Rat, ullë në fakt, e të regun punën e biznisit, fillimin, qësh në aprite, po së të regun fillimet këtë komplet, qësh ke fillu? Po, guxon, po, na e pom që shtojnë këta një farë fjale që thonë, na vetëm mojnë e iceberget e pom, po nuk i kena po rrojt. Gjdo sukses në një biznes i ka të sfidat edhe i ka sprovat, i ka po thëmë problemet që haset njeri, në ashtë edhe mirë, ka njëherë mos mi ditë kreset që da probleme, apo me qëfar probleme, me qëfar sfida balafatsohet njeri, se nëse i din kret, besoj që nuk e merë dhe qatë rukëtim. E kështu, ka qenë edhe të une, që nuk i kum ditë kret, do shta kam hije në këtë biznes edhe pa e kalkulu shumë mirë, po une e kom njës to si pasion. Si pasion? Si pasion e kom pas, si pasion. Edhe mu kjerët nuk kanë inspiru qysh prej femiris, më kujtohet guxon, ka qenë vite diku në 90-at, kur e patëm ble baba me migjen, e patëm ble një qysh atëher një Opel Ascon, ka qenë gjyrë e kuqe, metalike, dhe qysh i kena pas Kosovë rrugë të edhin me zhavar, po flas, po, s'ka pas asfalt, edhe qatë shumë që më ka inspirue, sidomos rrota, guma e kjerrit, që kur i thësha migjes, thësha ktheje pak të majtë, ktheje në djatë, veç të asho, ka qëtë plohen. Në më thonë, konë inspirim që e kam dasht edhe e du sot, i du kjerët shumë, e kjo ka qenë njërën ndër arsyet pse e kemi fillu edhe kemi fillu e jo diçka që e kemi planifikue. Absolut ja. Më la për shtypje në fakt, që e thash edhe ato, e ke fillu vetëm me një makinë. Po. Kur të kërë dhe ideja me thonë edhe prindit për hapin një garaj, për marrë një makinë, djali i ri, a ke pas para, jo. Në fakt, në vitin 2001 e ka morë patent shoferin, me 18 vjetë, edhe kur e ka morë patent shoferin, në fakt nuk kom pas edhe kërë, edhe s'kom pas as pare, se lemo për me bli një kërë. Kështu që me ata skon që e kena pas, baba që e ka pas, i kemi majtë edhe orë të praktike në mëllon e kemi bo, anë vetë s'kom pas mundësi edhe kërë me pas. Ideja që shka lindë edhe në fakt u konë këtë spontane. Unë e kam me profesion jam në mashinerinë e kam të kryme, që s'ka të bëj kur gjo, në fakt në kere, ja, absolutën, që shtash edhe si pasion e kam pas, edhe si prej fëmijërisë edhe tash edhe besoj që edhe gjithë jetën kam me pas pasion, sepse menoj që nëse e ki një pasion dhe e shëndron në profesion, nuk ka ma mirë. Shpesher bile më thojnë edhe klientë thojnë që me shpyte me zemër e bënë sepse e vrejnë edhe ata që vërtet i du kjerët. Ka qenë 2011, në fakt me 14-in, 3-in 2011, kur e kemi themelu kompaninë tonë, këta i thojnë Einzelfirm, atash nuk e di se shqip se që shkon, jo shqip e kë, po është një person, po flas. Firmen e kemi themelue une, baba, edhe vlau Burimi, Binak, që e kam vlau Binak, me 14-in, 3-in 2011. Ato e kemi fillue rastësisht, si spontan që thash, e kemi pas një Opel Astra dhe e pata ble, një Opel Astra, vetëm e pata ble, thoshe ta regjistroj për veti, ato ka fillue me një mbishkrim në shitje. Në shitje? Ashtë ka fillue. Në shitje të shtëpia jonë, ku e kemi shtëpinë, dhe mrena 3 ditë vushita i ke. Aty me kalon një farë përshtypje që, okej, mund ta filloj edhe mund të bëj ta blej edhe një. Pas e kum shitat, e kam blej tjetrën. Kur e kum shitat, i kam blej tollat, e kam blej edhe tjetrën. Do më thonë, ka shku njëherë deri në veturën 4-5 që zakonisht e kam zavencuhe. Kur e kum blej disa tolla, e kam zavencu kështu me dytën, deri sa e kum bo tollat për tretën e kështu me rallë, deri tash ku jemi këto. Ka qenë, është një rrugtim pek i vështirë, falë për krajës, babës, që e falemderoj shumë e falemderoj, ai që ka bo punë palosshme edhe sot,
pse i ka 70 vjetë edhe sot do më thonë e ka vetëm një të keqe që s'di me thonë jo, beli ka njerë i thamë, mundo ka njerë me thonë jo, e mbostoj po se edhe për krajën e vllaut burimit që ka ndodhë kur kemi fillu mu zhëru, nuk kemi pas mundësi ndryshe përveç ti ndoshta ti varim edhe ti bartmi makinat edhe me konopa, që shtojmë shqip me konopa, ti bartmi qa e kena pas vështirë, nuk kemi pas as do një garaj servisimi, a diçka i kemi krye këtë shërbime, si kemi mujtë në për parkingje. Në për parkingje ke ky? Edhe në për parkingje. Tani shitblerjen e kemi pas prej 2011 deri 2015, vetëm shitblerje. Në 2015 e kemi shëndru kompaninë tonë në SHPK GmbH, sikur tash që njihet muja të centër GmbH. Në 2015 dhjetor, na ka bashkangjitë edhe vllau jon Hasani, Na i vogli. Ata e kemi Sugarin e kemi, që e përgëzon edhe emrin e babgjyshit tonë, Hasanit. Ky e ka kry profesionin e mekanikës në vitin 2015 ngosht dhe dashti zoti për fat mirë e gjetëm edhe një garazh që prej 2015 dhjetor kemi fillu tani edhe me reparimin edhe servisimin e automjetëve. Domthon në atë pjesë punon vllau, 2 vllaznia. Po. Të cilët edhe normalisht edhe pi shumë, kur jam të vol, pi shumë në ekran. Po, absolut. Na kemi edhe jashtë familjar, që kemi biznes familjar, kemi edhe punëtor të huaj, që angazhohen vërtet edhe jemi shumë të lumtur dhe të kënaqur që i kemi një staf të mrekullueshëm dhe profesional. Këta janë përgjegjës sidomos për servisimin dhe reparimin e automjetëve prej ASDZ. Unë këta kur punojnë atje dhe kërkojnë diçka, unë them vetëm amen dhe nuk i ndërhyj fare, sepse i kemi punë dam. Besoj që edhe këtu është suksesi që neve na ka pru deri këtu, sepse i kemi punë të dara, si cili është në atë profesionin e vetë, unë jam në profesionin tim, këta janë në profesionin e tyre, kështu që nuk kemi, do më thonë që e pengojmë njën i shoqen dhe deri me tani është diçka shumë funksionale. Kush e mon koletën? Po ta voj me gjithë. Po, koletën e mon bonka e mon koletën, mirë po menaxhimi i financave bëj zakonisht, unë e bëj zakonisht, por gjithmonë edhe me marrëveshje të vllaznive që jemi si staf dhe që jemi përgjegjës për krejt kompaninë tonë. Tash baba u tërhe ka pak, ai edhe nuk po na bën fort zhurmë mos sepse e ka po që jemi po ecën mirë edhe u lirun nga pak, kështu që edhe për momentin gjitën në Kosovë, ajo është si kur ne që e dojmë atë dheun tonë për momentin gjitën në Kosovë. Në onën kështu që na këtu jemi të e menaxhue për momentin dhe është që s'ka funksionale. Brat, në fakt, kem të folë për pjesën e suksesit, se që keni fillu, e përmene vllon, e përmene i kem të folë edhe për babaj, nanën që janë në Kosovë, fatmirësisht tash. Së shpejti edhe na kismet. Edhe na kismet. Çka të kam mësu, po du shumë shkurt, çka të kam mësu gjatë hapave të jetës babaj? Po, Goxhan, babaj gjithmonë me edukatën e tij ka thonë që punë ndershme, me respekt dhe me përkushtim e arrin suksesin. Kështu që unë personalisht na kemi edhe thonjën shqipe që thojmë një shtak, thëjet shpejt, kurse kur i bën 3, 4 apo 7, jam më të forta. E unë po du me qitë ato që pa për krajen e familjes time, unë nuk isha sot ku jam këto. Jo unë, po ne, si kolektiv familjar. Sot ku je këto? Qështë e kujtën kuën? Do mon, prej atjet, kjo arë këto, qështë ka fillu kjo rrugtimi deri këto, në fakt? Qështë e ke marrë, qështë e ke ble?
Të thash, ndoshta në detaje nuk mund, fillojmë nuk mund të him fort në detaje, sepse është një rrugë shumë e Nga gatë. del emisioni 5 orë. Po për me rast i shkurt, thash unë për krajën familjare, shtylla kryesore është familja. Dhe pa për krajën e tyre, dhe për mbështetjen e tyre, na nuk ishmi sot ku jemi këto. Gjithmonë i kam pas në krah djatë, po flas tash prej babës, vllaznive, tash edhe fëmijët, përgjithësi familjar, që jam shumë falënderues që e kam një familje të mrekullueshme, që pa ta nuk isha sot ku jam këto. Në cilën vete ke hapë këtë garazh? Saktësisht, në 14/3/2011. 2011. Sa ke qëndru atje? Të shtëpia, thash... Sa kam informacione, i ke ndërru një 2-3 garazha, nëse nuk e bëj. Po e du që ta spjegoma, sa është e bukur për publikun. Thashun, na në fillim na e pom vetëm, ose të regum fakt vetëm mojën e një icebergit, gjdo dit ka qenë sfit. Prej shtëpis, aty kemi ndërtu në shtëpin tonë, kemi ndërtu një zyre, po thuaj dikun 2 metra me 2 metra, që i kemi prit mishterit dhe i kemi shërby mishterit. Prej aty, do më thonë, kur e kemi arrit një sasi kerëv, jemi shpërngull me një vend tjetër dhe aty kur ka fillu sasia, zakonisht do më thonë janë, e kemi rrit sasin dhe inventarin e kerëv, jemi dal me një vend tjetër, pas 2 vite jemi të rejk prap, jemi dal me një vend tjetër edhe po thëmë që dikut gjdo 2 vjet i kemi ndru lokacione se shkaku i rritjes Konstance që ka shkue, kurse këto tash jemi, kur e patu marrë 2015 që thash garazh dhe për servisim, mu ka tuk një garazh tepër e madhe edhe i thosha vllazëve, si mund të kemi puna për këtë garazh të madhe. Kur sot është tepër e vogël që në vitin 2019, duke edhe analizu edhe duke ndru për matutje, kemi ble një parcel dikun afër 4.000 metra 4 orë. 4.000 Po, dikun afër 4.000 metra 4 orë në kohën e pandemis, bile ka qenë një pazar, po të thamë, një pazar ka qenë sikur në kohën e atëherit, natën. Ka qenë interesant që u konë edhe e shkrumë në fakt për me morë atë parcelën, sa atë parcelë e kisha qysh ka herë në mendje dhe sa herë kam kalu të ajo parcelë, thësha mu kanë të marrë me këtë parcelë zgjeromi, ja fati deshti dhe bonën pazar kështë prej 2019 e gëzojmë edhe një parcelë tjetër që së shpeti do të vime edhe me një projekt, por... Mega gjigant. Po, është në fazë, në procedure, në finalizimit, po do t'jetë vërtet një projekt shumë i madh që do t'i shërbejmë klientë edhe me një kualitet më të madh, më cilësor dhe jemi në fazë finalizimit. Një shqiptar prej një garazhe të vogël për një shtëpie do më hanit edhe Zvicrën me një zyre 2 metra me 2. Me një investim mega gjigant, do visë shumë shpejt. Po për këta do flasim, do jemi të stuma jo? Une, prandaj nuk po du me vonë shumë detaje, që tjetë edhe për shikus të tonë, tjetë edhe pak një surprizë, po besoj që me këtë projekt do i shërbejmë klientë edhe me efikas edhe me kualitet të lartë, kështu që edhe në këtë rast du mi falemderu edhe çdo klient që na kanë mbështet prej 2011 deri me tani dhe shpresojmë që edhe vitet e ardhshme do kalojmë shumë qaste të mira së bashku. Kjo është një falenderim vërtet shumë i madh prej familjes muj, çdo klient individual që na ka vënë këtë përkraje të madhe dhe jemi shumë të lumtur për këtë.
projekti shumë shpejt ka me ardhë. Unë veç e po ata rastin edhe ka qenë knaci me po atë projekt, kështu që po ju do ta shikoni shumë shpejt. Berat, në fakt, vetura këtu kemi, po du me dojnë pak edhe të pjesa e motorë. Ti fillove me vetura, ta është të motorat, a di mund dojnë të ja, jo. Edhe të motorët është pasion. Pasion, unë jam i du shumë motocikletat, shumë i du motorat, vozitja dhe vetë motor prej 2019. Kështu që jam edhe një antar, apo njërin ndërthemelues e një klubi që vime edhe ma vonë tani, te ky klub. Është një klub i motoristave që njihet edhe në gjithë Evropën. Edhe kjo ka qenë pasioni imi motorit që vete vozit dhe me kalimin e kohët, diku 2023 kemi vendos pasion, si pasion, mimi edhe me motora që e kemi pakzu me emrin Motomuj. Motomuj. Po, Motomuj dhe prej 2023 do më thonë bëjmë edhe shitblerjen e motoristave. Shitblerjen e motoristave? Po, edhe motorista, po. Apo ka motora. A di na shqiptarë si apo ka puna jo? Kjo nuk është, ndëgjo, motori është ma specifik. Motori është shumë ma specifik, sepse do të me pas edhe një uri të madhe dhe do të me dasht motorin. Mu me mlon, me të thonë drejtë 24 orë kisha ne vesh motor, por obligime tjera nuk mlojnë me nejtë motor, kështu që e dur motorin shumë. Ka shitblerje, nuk është fokusi kryesor të motorat, por pas jam edhe me një klub edhe kështu shoqëror, ofrojmë edhe në shitblerje në rjetin e motociklistave. Mas jem të pjesa motorë, po të ndalë në pikrisht e kjo, sa antar ka grupi? Pequj, kështu, Shqiponja, që është e quni? Po, Shqiponja, po. Edhe pse zë, i të ku që nuk e keni? Jo, na kemi në gjyrtarit, në fakt, na kemi në gjyrtarit, edhe Shqiponjët e MC Nord District, unë jam njërë ndërthemelues të klubit që e kemi themelu me 6/6/2020, dhe gjithsej për momentin jemi dikon bi 40, apo që shtojnë bi 20 antar, me një pasion të njëjtë, dhe që e kemi në fakt edhe shofmi si shtëpi dytë. Zakonisht kemi shumë takime, kemi shumë eventa që i majmë së bashku, dhe është edhe kemi kriju një rjet apo një shoqni tepër ngusht, që vërtet edhe e kemi një krahasi së bashku. Unë e di që mbledhni, sa herë në vjetë mbledhni, e bëni këtë mbledhje, do më unë si antar ju më mbledhë, Ne kemi... a gjdo muj? Jo, ne kemi mos paktin, gjdo muj e kemi quhet open house, në fund të mujit e bojmë gjdo biletar shtunën, këtë shtunë e kemi prapë open house, kështu që e bojmë gjdo, e kemi dyrë qelë për krejt shoqnin, për krejt dhe zakonisht kemi vizitor shumë, sidomos shqiptar që e kemi në një krenari. Kemi në një krenari që edhe mbojmë krenare, mbojmë emblemen tonë në shpinë, Shqiponjen, edhe i bojmë aktivitetet bashku, i ndajmë pasionet bashkë, kështu me rapa. Berat, unë e di që në gjdo fes që jam në Zvicër, unë e di që muj, familja muj është ato. E vërtet. Ne kemi, që me thonë, një pik dopt, s'po di është ata që pik dopt, po unë personalisht për vete, po voli, unë e du shumë kombin tem. Do më thonë, jam i lumëtër, dhe njeri ma i lumëtër i botë që në venet e mija qarkollon gjaki shqiptar. Unë e du shumë kombin tem, edhe jemi në aktivitetet ndryshme për kras, ku prej edhe 2025 e kemi bërë dhe për t'i bashkuar edhe shqiptarët anë në banë, sidomos prej Evropës po flasë, ku është edhe muj kap, në bashkëpunim me KF Dardanien, që e falenderoj edhe KF Dardanien për që e boj një punë shumë të shkëlqyshëm dhe janë lujnë pegi mirë futbol,
Edhe këta na i kemi përkrahur prej 2013-ën, jemi kanë përkrahas gjithmonë, sidomos ku ka shqiptar si në shoqata të ndryshme, në sporte të ndryshme, po edhe në kauzat të ndryshme, aty ku këndohet, flitet, vallëzohet shqip, familja muj është prezent. Është prezent. Po, është kënaqësi të jemi aty prezent. Është një ndjenje pa përshkrume dhe thash, jam shumë i lumtur e i gëzueshëm që jam shqiptar. Përveç kësaj, familja muj është edhe bamirë se shumë e madhe, jo vetëm në Zvicër, në Gjermani, po edhe në vendlinje. Ashtu është, baba jonë është, babajnë e kemi shumë humanist, dhe është, e ka qenë gjithë humanist. Ne e kemi marrë edhe rrugën e tij, dhe e kemi si amanet për ti, kështu që kemi mja kry këtë amanet, unë po flasë për vete, po edhe që shi një vllaznin dhe që shi kam përkrajen e tyre, kanë më qenë gjithmonë kraj djatë, edhe kemi mja përcjell këtë amanet babës. Në vitin, po tash po flasë për këtë vit 2026 ne kemi themelu edhe një shoqatë humanitare, bamirëse në Kosovë, që quhet shoqata Dora, me një slogan shumë të mirë, Dora dhoron, zemrat i gëzon. Këtu e kemi bo për arsye që t'jetë oficiale, që te kemi mundësin t'i ndihmojmë edhe njerëzve, me bamirësi, kush ka nevojë, t'jemi gatshëm edhe me këtë shoqat t'i ofrojmë edhe shërbime t'illa. Çfarë shërbeheni në këtë? Apo është Kjo është përgjithësi, na e kemi në komunën e Gjilanit, në fshatin tonë, nëse me lejohet të thamë saktësisht në Bresalc, në fshatin tonë Bresalc, e kemi një nisje, e kemi nis një shtëpi qytetare, jemi në procedurë të objektit, me qenë se u marrë leja nga komuna, u dhonë leja nga komuna, sigurisht që na duhen edhe tollat, mi mbledh edhe tollat, prandaj kemi hapur edhe shoqatën që t'jemi në mënyrë, t'jemi transparente dhe ta ndërtojmë një shtëpi, ajo shtëpi që do t'i shërben krejt fshatarëve, keve t'i shërben, është për të paume, si për ahengje, për gjithë çka që është nevoja, është domethënë është e parapa ai objekt. Sot nëse sigurisht që qysh kemi gëzim, kemi edhe idhënime, në rast të vdekjeve që ta kenë mundësi njerëz t'i bojnë paumet në atë shtëpi, apo në rast të ahengjeve, kur i pritmi na që i kemi darsmet më të mira në botë, kroshi që i thojmë, t'i pritmi kroshit pra në atë shtëpi, është një, edhe në fakt është e parapaume edhe për aktivitete ndryshme të mbanë, edhe t'i bashkojmë sidomos edhe fshatarët në mes veti, se gurbeti na ka largu ndoshta nga pak, kështu që bojmë takime përbashkëta edhe atë. Kjo do të thotë që me pas shpirtin e pasur, ju e keni shpirtin e pasur, një të varfër. Po mendoj që ashtu është, në fund edin edhe kë nalt i madh i Zot, por siç thash edhe më herët, na e kemi atë edukat që me sinqeritet, me përkushtim dhe me drejtësi gjithçka arrin njeri dhe që thuti me shpirt pastërt, ajo është një vlerë shumë e madhe. I kërkon falje babait për diçka? I kërkoj, besoj që ndoshta nuk ko mujt m'ja kthy babait tim aq sa e vlerëson. Me qenë se mundohem në temën, ndoshta i kërkoj edhe falje që ndoshta edhe nuk kam pas shumë kohë shkaku i angazhimeve, se çdo sukses e ka dhe ndonjë pengesë dikun, edhe ka ndonjë që e lën varr dikun, apo kupton? Këtu kisha mujt me thonë që ndoshta nuk kam mujt ta shijojmë aq shumë, me qenë se kam jo vetëm prind, po kam edhe shok, por momentet që na jipet neve, e shfrytëzoj maksimum. E shfrytëzoj maksimum. Këtu e kemi edhe kamerën. Çka kishe thonë babait përmes kamerës? Unë e di që po na shikon realisht. Po.
Nëse me lejohet me ju drejtu në kamerë, unë babajnë tim, po edhe none mos ta harrojmë. Absolut, se nona është një person ma e çmuar, ma e veçuar, ma me vlerat më të mëdha. Ma me vlerat më të mëdha, unë i kisha thonë të dëve prindër, ju falënderit që na keni eduku, na keni rrit, që na keni dhënë mundësinë të zhvillojmë, të punojmë dhe që na keni prunë këtë vend, edhe pse nuk është vendi jonë, por na ka dhënë mundësia që ne sot dhe besoj dhe shpresoj që edhe ju jeni të kënaqur me ne, që sa do qoftë si të na shihni ne që të nini edhe ju krenar. Faleminderit. Sa e bukur në fakt, Berat. Domethënë thjesht prind me të rritë në mënyrë të kulturuar në fakt, jashtë vendlindjes, ku nuk flitet shqip, me ta mësu gjuhën as bukur që nuk e keni harruar, as gjuhën shqipe, ku ka më mirë në fakt. Kështu që besoj edhe i ke bo krenar të dy prind, vllaznia, domethënë, jo vetëm ti, që mos t'i harrojmë edhe vllaznin. Po, ja, unë thash qysh edhe më herët, këta janë shtylla kryesore met, unë pa ta nuk do ta kishim spashku, nuk ta të gëzoshim këtë sukses, asesi, askur nuk ta kisha pas mundësi të vim këtu ku jemi tash. Berat, a bo është nervoz? Po qëre, a njeri gjallë bëhet nervoz, në fillim të biznesit unë i ka marrë shumë gjëra, i ka marrë afër zemrës. Shumë vërtet, se thash për të arritur një sukses, keme kalu shumë sfida. I ka marrë shumë, por diçka më ka mësu gjatë periudhës, kësaj më ka mësu diçka prova. Do më thonë, ditë për ditë, tu e po, qështoj, tu po, po, edhe më ka mësu që për çdo gjë ka zgjidhje. Ka zgjidhje, mos e merr afër zemrës, sepse zemra, kjo është maqinë dhe zemra mon herë do kërdo moli kështu që unë i thom edhe çdo kujt, në ti marrin gjërat pak jo personale, nëse ka ndonjë, so na kemi mos marrëveshje edhe në fakt miro që kemi mos marrëveshje, se nuk është mirë t'ja bëjmë si cilët amina, po krejt në rregull është kur e ka dikush gabim. Nëse kam të gabim, unë bile i thom edhe vllaznive dhe gjithë kujt i thom, hej, ndëgjo, bile edhe djalit i thom, mund të ma të rekish vretën e të më thosh gabim e ki babi këto, sepse mendoj që një kritik konstruktive do ta marrësh si pozitivitet. Kështu që nuk i marrë gjërat ma absolut jo afër zemrës. E përmene djalin? Po. Çka i thu djalit? Djalit i thom, t'jeni sinqert, të punon, sepse nuk vjen asgjë nga neja tham, t'jeni sinqert, t'jeni i respektueshëm, t'ju jep respekt të tjerëve dhe të punon me ndeshmëri. Me ndeshmëri. Çka e bën një biznesmen realisht të pasën, kuptimin e fjalës për me arrit deri tek suksesi, me pas një biznes kaq të madh? Thjeshtësia. Me dy kom rrin tokë. Rri me dy kom tokë, konsideroje një person sikur vetvetja, mos e shma tjetrin, pa ma parasysh në cilat vlera jeton, apo në cilat kushte jeton, por ta ki një person me një nivel të njëjtë. Absolut. As një person mos e shma dhe rrivesh me dikom në tokë. E the bukur. Ke mendu mu këthy në Kosovë me hapë në këtë lloj garazhe? Çfarë pyetje ironike. Ne kemi emigru në vitin 1995, kur i këm pas zikon 14 vjetë, po thoj se gati 14 vjetë. Zemra eme po shon Kosovo gocon. Edhe pse jam fizikisht këtu, me mendje jam gjithmonë me ndjenjtë time. Sa i përket punës biznesit, kam menduar shumë herë, dhe mendoj prap, ndoshta nuk dihet, por me mendje
absolutisht unë jam venditën time. Venditën. Edhe shpresoj që së shpejti na jepet mundësia që edhe po edhe mos bëjmë biznes, po ta kem mundësinë edhe të jetojmë edhe sa të pak edhe në Kosovën tonë të bukur. Çka të mëson gurbeti? Domthon kur je larg vendlinjës. Për mos shmall për vendin tonë. Mos Me ja ditë vlerat, me ja ditë vlerën vendit tonë. Edhe pse jetojmë në një vend që t'i ofron gjitha t'i ofron, por të jep ndjenje që çdo sa ti je gjallë e ki atë çmollësh për vendin tonë dhe kur ti vjen puna me shku në Kosovë për një therr, sa do qoftë edhe ndume ajo therr, aja ka me pas atë vetë vlerën e vet. Berat, të kanë tratu njerëz? Në cilën formë po menon? Në përgjithësi në biznes, ose ke jap shumë kanë qenë mos mirë njerëz gjatë jetës. Kanë domon ke prej tyre? Ajo, dëgjo, tradhtia është një fjalë shumë e rëndë, po ka njerëz, ndoshta ka njerëz që Kam gënjy, kam gënjy, ndoshta nuk e kanë ditë atë, por kur ajo është një pakicë e vogël. Pakicë. Që shtojmë me një fjalë natë mira, i bën një e keqja dhe e keqja ta na përmendet. E une e kam kështu. Ata persona që ndoshta nuk, s'po di si shprehem, nuk e kanë merituar atë ndihmë apo pa më parasysh, nuk jam i zhgënjur në prapë. Apet nuk jam i zhgënjur. Jo se mendoj që nëse nuk e dina e ka kush ma din, për këtë arsye, kështu që une për fat mirë, e kom fatin e mirë në këtë aspekt që kam njoftuar shumë njerëz të mirë dhe deri me tani jam i lumtur që i kam këta njerëz pas meje. E mirë, fakt, kjo është e mirë kur takon njerëz ma shumë se sa ajo pakicë. Ke persona që ulesh për ballë tyre dhe din që po të gënjejnë? Po kem. Ka tillë... Po pra ulesh? Po jo, ka tillë që i parashikoj jo, po ndoshta i shoh para me dhe e shoh se janë atë nivel që në fakt është një person i gabuar, po e marr këtë, nuk e marr me hezitim, e marr këtë punë shumë qetë dhe edhe për ta kemi zgjidhje. I ke largu nga jeta, domthon, çush është jeta gjatë ditës e jotja? Punë, edhe realisht unë sa e di ti je me familje. Koha ma shmushme për ty o familja nuk është që del shumë edhe me shokë, me shoqëni, po shokët e jetës i ki vllaznin. Absolut, unë e kam familjen, që thash më herët, o familja shtylla kryesore, me vlerë të madhe, po kam edhe jetë jashtë punës, sigurisht që bëjmë edhe jetë me familje, por kam edhe, si që thashe, kam edhe hobin motociklist, e kam një shoqëri shumë tepër të shëndosh, kështu që bojmë dime edhe na me bodhën, na dime po jetë, jo veç në Kosovë, na dime po jetë, pa e kemë. Berat, domthon, folëm pjesën e gjithë kësaj, unë e di që ke edhe një restorant. Po du këtë pjesën e bisedës të restorantit që shka orë me shpjegu atje. Kisha preferu, besoj që pesho që dhe ti ki fillu më likështu pak, kisha thonë me prëvu një farsteke që jam i bindur gudzon që kësi steki nuk e ka prëvu goja jote, sepse kur e fut goj ka bu të bo margarin. E kështu, mendoj që mund të flasmi të nga dhe kur të shkojmë në restorant, në ambientin e restorantit, është një restorant ekskluziv që jemi zgjeru edhe në biznesin e hoteleris dhe gastronomis. Këto kemi fillu prej 2025-ën, po ma detalisht mund të shiqojmë në ambientet e mbrejshme të hotelit dhe të restorantit. Edhe një pyetje të fundit, gjatë këtij rrugtimi, ke dështu ndonjëherë? Shumë herë. Unë mendoj që çdo dështime që kanë qenë gjatë periudhës kësaj, më kanë bërë më të fortë. Ndoshta unë
si kolektiv me vllaznitë e mi, vi me 20 ideje në ditë, ndoshta asnjë ide nuk realizohet. Po. Nuk do me thonë që të ndalëm këtu pasi nuk janë realizu, po do të menduat pse nuk janë realizu. Ato ideja që nuk janë realizu, ato do të mi shëndru në realizim. Kështu që menoj une që na kam mu personalisht dhe ne si familje na kam bo më të fort dështimet, po kjo është një pjesë e biznesit. Pra shikues dashur, faleminderit që jeni, kthehemi pas pak, po këtë herë tek restoranti. Berat, erdhëm domon nga garazha, erdhëm tek hoteli, fakt. Po në të premtova diçka. Po tash veç kemi hi në ambientin e restorantit edhe hotelit, Vallcutë Rof, është me 3 yje hoteli, kurse është steakhouse. Po, steakhouse, këtë pizza nuk gjon, jo, këtë është eksplicit, është edhe restorant ekskluziv I steakhouse-it. Domon, për gjithë ata që dëshirojnë me ardhë, e kanë edhe me fjet, edhe me mëngjes? Absolut. E ki mëngjesin, e ki po mon edhe ushqimin e drekës, darkës, po nuk është vetëm për klient që janë të hotelit, po është edhe I hapur është restorant I hapur për krejt. Prej sa vetë dhe I sa? Ne kemi 7 ditë njavtë edhe kemi zakonisht deri në ora 11. Deri prej orës 9 deri në ora 11. Ku gjendet? Në Vallcutë është në Gjermani. Afër kufinit me Zvicrën, me Turcajnë ku jemi në afër, edhe me Bazelin shumë afër jemi pa. Ma në këtë shqiptarët, ku do që janë në këto rrethina, po vinë? Këto vinë këto vinë pa. Ku tjetër përveç të steakhouse I Vallcutë Rof? Po nxit minal tash? Po. Gudzon, këtu gjimi pra mjënje të restorantit. Ç'ko është restoranti? Mirë se edhe në hapësirën dhe në ambientin tonë restorantit, mirë se edhe. Këtu jem të restoranti, po du me të pyet, hoteli sa dhoma I ka bërë? Hoteli ka gjithsej 23 dhoma, dhe është hotel me 3 yje, e ki me mëngjes, tanaj sigurisht që mon edhe me bo ushqimin, me porosit ushqimin dreke, tanaj ki edhe ki me përqindje, ki pak. Po, ki me ofeta, ata hotel, mishteri, dhe më thonë që janë të hotelit, e kanë sigurisht që me ofeta. Sa është nota me arë, me najtë për qefi, une, një natë? Me mëngjes. Une, pa flasun se une di që tim... Po sigurisht që parti do të bëjë. Parti do të bëjsh me një çmim pak ma atraktiv, mirë po në mes të qytetit, në sheshit, Vallcutit, hotel me 3 yje ki vetëm 115 euro natën. Do më onë qendër qytetit? Qendër qytetit bash ku është edhe... Zemra qytetit? Zemra qytetit bash brena të këtje, Shikues dashur, e janë pa tjetër, vendin, të regëma emnin se unë me... Emrin e ka Vallcutë Rof. Po këto, vendi ku do të me orë? Vallcutë, është Vallcutë në Gjermani, në kufizohet me Zvicrën, afër Bacurcajt. Edhe Koblencit. Tek restoranti, përveç këtyre që I keni, ma e bukur që e bënd veçantë, të mon restorantin është kjo, Berat. Këto, a janë të mira mongër, Berat, ajo se përmdo e të nga në kallë? Përsa janë të mira dhe qëfar shije e kanë, kur del që këmesh në pjatë dhe mund të vlerëson edhe vetë. Që nuk dyshaj këtë pjesë. Se kemi lloj mishë, kemi prej Argjentinës, Japanisë dhe nga Amerika, do më thonë vagut, kemi prej Japanisë, që është një mish, një steak është shumë I vequar, edhe është kualitet, po e ka dhe sigurisht edhe çmimin e vetë, po me qenë se jemi na me një çmim shumë adekuat. Me adekuat? Shumë adekuat, jemi edhe shërbimin dhe ushqimin, shijen do e prevon t'i vetë animatutje dhe du me një vlerësimin tanë. Pa tjetër, do më në kërë restoranti komplet? Po, këtë është mëngjesin për klient që janë të hotelit,
e bojnë mëngjes, do më thonë përgatitën mëngjesi këtu. Është ora e caktuar prej 7 deri në 10, e ki mëngjesin, pasi ta kryen mëngjesin klient, ana kjo do më thonë lirohet dhe është normale për të hapur edhe për krejt. Mishi po pjeket. Mishi po pjeket. Do më thonë është gjithçka transparente. Gjithçka është transparente, për këtë arsye kemi lënë edhe haptas, do më thonë e kemi lënë me një kuzhinë hapur, që ta kanë mundësinë edhe klient ta shohin se këtu bëhet në mënyrë transparente ashtu siç e cek edhe ti. Berat, faleminderit Valk që na hope derën. Me kënaqësi. Një familje e cila ka arrit nga zero së... Kjo ka qenë edhe një ëndër e imja. Një ëndër e imja ka qenë kjo, ti kuadrohem edhe në gastronomi, në hoteleri, ka qenë beki një ëndër e kamoqme. Berat, faleminderit shumë të rujtë Zotit, çdo herë tjetër ty edhe familjes, gjithmonë e thonë. Ato tjerat kanë qenë pasion, kjo ka qenë ëndër. Kjo ëndër. Pra të emisioni, ma i Emisioni shikuar. ëndër. Ëndra pra. Pra, shikues dashur me mua edhe Beratin, ju themi kalofshi bukur edhe javën tjetër shihemi me diçka tjetër. Ju rujt Zoti dhe juve çdo hap tjetës. Mos u ndalni kur për shkak se duhet të ndjekni ëndrat. E shpjegon edhe bukur edhe Berati, një djalosh i cili ka arrit nga zero, nga një garazh shumë e vogël me një vetur, sot me një mega gjigant, fabrik të veturave veçuj është. Prej veturave dhe restoran. Ju falenderit shumë, falenderit çdo kush që na ndjek. Ju rujt Zoti dhe njerëz të hap tjetër. Edhe diçka. Ëndrën e juaj ndjekne kur mos u dorëzoni. Respekt. A bojmë shqiponin për fund. Si gjithë, si gjithë, me krenari. Në jetë kemu takuar 2 herë me të njëjtin person. Kur ta takosh për herë të dytë, sigurohu që ta kesh kokën larg dhe ta shikosh drejt në sy.